Duhet të vish në shtëpi, ke djalin sumur. Banori Big Brother VIP Albania merr telefonatën dhe largohet nga gara. Gjatë prajmiqme, ai u njoftua se djali i tij ishte sumur me temperaturë. Përmes një telefonate, vëllai i Florit i kërkoi të kthehej pranë familjes. Për herë të parë në fan club ka reaguar publikisht Romina, bashkëshortja e Rick Lloshit. Ajo sqaroi se nuk ka qenë kurrë dakord me hyrjen e tij në format. Megjithatë, Romina tha se tashmë e mbështet plotësisht Erikun, edhe pse nuk përkra sjelljet e tij të agravoara. Me Selinës dhe Lornës, tensioni ka shpërthyer sërish në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Akuza për xhelozi, tone të ashpra dhe replika të drejtpërdrejta e kthyen debatin në një moment që mbajti të gjithë syt nga ekrani. Raporti me mjën u shndërrua në shkëndinjën që ndezi gjithçka. Një debat i fortë tensionoi studion e Big Brother VIP Fan Club, ku opinionistja Francesca Murati u përplas ashpër me motrën e Kesit, banorit të Big Brother VIP Albania 5. Shkaku bën deklaratat e Franceskës, e cila cilësoi Kesin mashtrues në raport me lojën ndaj Selinës dhe Inës. Motra e Kesit reagoi e prekur, duke quajtur këtë etiketim ofendues dhe të padrejtë. Dea Michel ka folur pa doreza për ndërhyrjet estetike, duke treguar një histori pendese që i ka ndodhur 2 herë. E ftuar në emisionin Një mbrëma yje, ajo rrëfeu se ra prej e trendit për të fryrë buzët, por rezultati ishte larg asaj që priste. Sa po e bëra u pendova, më dukej vetja si buzviç, ishte gjëja më e keqe që kisha bërë në fytyrë, u shpreh Dea. E ftuar në emisionin Një mbrëma yje, Jori Deli zbuloi një shifër që habiti publikun. Ajo tha se shuma më e paguar për një postim ishte 6.000 euro. Nga ana tjetër, Jori theksoi se preferon të fokusohet tek puna, si influencer dhe jo në televizion. Kënga që ka pushtuar rrjetet sociale, Tunde moj Selinë Tunde, u interpretuar si një dedikim nga Krist. Momenti u bë edhe më i veçantë kur Selina u bashkua me këngën, kërcente dhe shijonte surprizën.